Zimin e lumit të Bunës në pjesën e Nën Shkodrës, në Obot, Oblik edhe në pjesën e Dajqit. Natyrisht që në zbatim të planit kombëtar të emergjencave civile, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në koordinim të plot me prefekturat dhe me bashkitë përkatëse respektive kanë marrë që të gjitha masat për rifreskimin e planeve kombëtare, planeve të emergjencave, për aktivizimin dhe mbajtjen në gatishmëri të plotë të gjithë kapaciteteve të deklaruara prej tyre. Dhe sot thuajse të gjitha bashkitë dhe prefekturat në nivel qarku, por edhe në nivel kombëtar janë të mobilizuara totalisht. Pritet data 18 këtë një intensitet të shtuar, cili mund të efektojë drejt për së drejti, ashtu sikurse në këtë datë priten që rreshtit të jenë intensive dhe të përshkruajnë thuajse që të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ndonse në pjesën jugore pritet që intensiteti në Gjirokastër të jetë më i lartë, shka sjell shpeshherë edhe ngritjen e nivelit edhe të nivelit të Vjosës, përveç aspektit të përqendrimit të derdhjeve në Bunë nga Drini apo dhe nga lumejt e tjerë, por edhe Vjosa efektohet drejt për drejt edhe nga prurjet e Greqisë dhe të intensitetit në Gjirokastër. Në këtë kushte ne kemi alertuar dhe kemi thirrur në gatishmëri, si po thuash, po thuajse edhe prefekturat e tjerit edhe të Vlorës për të qenë në gatishmëri të plotë. Kapacitetet në nivel kombëtar janë të gjitha në gatishmëri të plotë, forcat armatosur, policia e shtetit, zjarfikset dhe të gjithë strukturat e tjera që përbëjnë strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri, ashtu sikurse Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është angazhuar me të gjitha instrumentet e saj për të qenë prezent në të gjitha momentet kur qytetarët do të kenë nevojë, qoftë për nevoja imediate deri dhe në evakuimin e banorëve nëse do të dalë domosdoshme. Por gjithsesi në varësi edhe të situatës jemi në komunikim të drejtë për drejtë dhe në zbatim të vendimit të Këshillit Ministror 923 për koordinimin dhe ndërveprimin e të gjitha institucioneve. Do të bëjmë njoftime të rast pas rasti dhe në kohë rekord për të gjithë situatën që do të prevalojë. Faleminderit. Shumë faleminderit drejtor. Ne pak më vonë kemi lënë edhe një takim online me 12 prefektët e sharqeve nga ana tjetër dhe të gjithë kryetarët e bashkive, të cilët zakonisht preken nga përmbytjet. Megjithatë, fjala për ministrin e mbrojtjes. Faleminderit zot kryeministri. Atëherë ç'është e vërteta që gjatë fundjavës bashkë edhe me kolegun e bujqësisë dhe Agjencinë e Mbrojtjes Civile kemi bërë një plan shpërndarje të gjitha aseteve, mjeteve të gatishmërisë, kalueshmërisë së lartë, qoftë edhe mjeteve që ndihmojnë zakonisht bashkitë përmes bordeve të kullimit, që të kryejnë ato veprime parandaluese, qoftë prita lumore, qoftë për të hapur aksese në mënyrë që ujërat që mund të vërshojnë në ditët në vijim të jenë sa më të kontrolluara. Për këtë arsye kam kërkuar edhe nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura që mjetet e kalueshmërisë së lartë, personeli i dedikuar i bazës mbështetëse të emergjencave civile të dislokohet që sot në terren, veçanërisht në repartin e Vaudesit që është dhe reparti që zakonisht mban peshën kryesore të mbështetjes bashkisë Shkodër, po edhe të gjithë zonës së Nën Shkodrës. Dhe në këtë aspekt besoj se do jemi në kushte gatishmërie maksimale dhe operacionaliteti maksimal. Do jetë një përpjekje shtrirë disa ditore, pra siç e theksuat dhe ju, kemi një shtrirje të madhe disa ditore të rreshjeve, ndaj dhe koordinimi në kohë reale është i domosdoshëm me të gjitha bashkitë dhe strukturat e tyre, në mënyrë që të mos kemi asnjë zonë të pambulluar, qoftë kjo me mjete, qoftë me mjete të reagimit të shpejtë. Nga ana tjetër, në zbatim të planit emergjencave civile, edhe strukturat që lidhen me bazën mbështetëse për popullsinë, rezervat e shtetit janë po ashtu në gatishmëri në rast nevoje për të ardhur në mbështetje të çdo shqetësimi që mund të ketë popullsia në terren. Nuk do lëmë asnjë bashki vetëm përkundrejt këtij rreziku. Shumë faleminderit ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Përndesh në Kryeministre në bashkëpunim bashkë me Ministrinë e
e mbrojtjes, jemi në diskutim edhe për të gjitha masat dhe mërmarrje së bashku, ku kryesisht në zonat e Veriut dhe rajonit Fierit kemi vënë vetëdijshmëri të plot të gjithë strukturat e drejtorisë, dukeve që ne kemi në vetëdijshmërinë në mjetet e nevojshme, por edhe me stafet përkatëse për të qenë prezent në gjithë territorin, kryesisht në zonat të cilët janë problematike, ku zona e Veriut dhe zona kryesisht e rajonit Fierit. Në këtë kuadër Ministria e Bujqësisë kam ndërmarrë të gjithë masat për menaxhimin dhe garantimin e funksionimit të rrjetit të kullimit dhe pajisjen ato me mjetet nevojshme në këtë zona. Me qarkun Lezhë, Shkodër, në mjetet të rrisë të zhvillimit Lezhë, kemi ngritur shtapin e emergjencave me rreth 20 specialistë ndarë në grupe. Rrjeti Bullues është pastruar dhe janë kryer të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes dhe janë ruajtur kuotat në kolektorët kryesorë. Në territor mbulojmë